Në një dekadë, emri Jani Alias është bërë sinonim i dhunës, krimeve të rënda dhe përballjeve të vazhdueshme me drejtësinë në të dy anët e kufirit. I lindur në Tepelenë dhe sot 48 vjeç, ai ka qenë një ndër emrat më të kërkuar nga policia shqiptare. I renditur për krah figurave të njohura të botës së krimit si Talo Çela, Ibrahim Lici, Erion Llapushi dhe Lajert Haxhiu. E kaluara e tij është e mbushur me akuza të rënda. Brenda 10 vitesh, Jani Alia është dënuar për 2 vrasje të dokumentuara. E para ndodhi në Greqi, ku drejtësia helene e dënoi me 18 vite burg. E dyta ndodhur në Shqipëri, i solli dënimin me burgim të përjetshëm, një vendim i marrë në mungesë të tij. Por rruga e tij nuk ka qenë vetëm përballje me drejtësinë, por edhe me vdekjen. Ai ka shpëtuar 2 atentateve me armë zjarri, një në Tiranë dhe tjetri në Gjirokastër. Një tjetër sulm e priti në burgun e sigurisë së lartë të Korydallos në Greqi, ku një i dënuar tentoi ta plagoste me thik. Prej 4 muajsh, Jani Alia ndodhet i arrestuar në Greqi me qëllim ekstradimi drejt Shqipërisë. Megjithatë, përpara se të rikthehet për të vuajtur dënimin e përjetshëm në vendlindje, ai duhet të shlyejë edhe 2 vite të tjera burg në Greqi si pjesë e dënimit të tij të mëparshëm. Ndërkohë, ndaj tij vijojnë hetimet. Aktualisht gjykata e posaçme në Tiranë ka nisur një tjetër proces gjyqësor, ku Alia akuzohet për vrasje të mbetur në tentativë, prodhim dhe shitje narkotikësh, si dhe për pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal. Emri i tij është i lidhur me një sër ngjarjesh të përgjakshme që kanë tronditur Shqipërinë gjatë viteve të fundit. Vrasje dhe plagosje që, sipas hetimeve, lidhen me larje hesapesh dhe përplasjet e 2 grupeve rivale nga Tepelena. Këto përplasje nisën të dalin në sipërfaqe pas vitit 2016, duke zbuluar rrënjët e një lufte të fshehtë që ishte zhvilluar për vite me radhë jo vetëm në qytete si Gjirokastra, Tepelena, Tirana, Durrësi dhe Fieri, por edhe për te kufive të Shqipërisë. 2 personat kryesorë që dyshohet se planifikuan dhe realizuan disa atentate, të suksesshme dhe të dështuara, ishin Elton Çiça, i cili u vra në Tiranë, dhe Jani Alia, që u dënua me burgim të përjetshëm për vrasjen e tij. Përplasja mes 2 djemve nga Tepelena, Çiçës dhe Alias, nisi në vitin 2006 pas një vrasje në Atikën Perëndimore. Konflikti u zhvendos më vonë në burgun e Korydallos në Greqi dhe më pas u shtri në disa qytete shqiptare me plagosje, vrasje nga grupet e tyre në Gjirokastër, Tiranë, Durrës dhe Fier. Ajo që fillimisht dukej si një sherrr i zakonshëm, u kthye në një zinxhir ngjarjesh të dhunshme që zgjati mbi 10 vjet dhe la pas 4 të vrarë, 5 të plagosur dhe disa atentate të dështuara, të drejtuara fillimisht nga Çiça dhe më pas nga Alia, por që prekën edhe miqtë e tyre. Pas vrasjes së Elton Çiçës në 1 maj 2016 në Tiranë, policia e kryeqytetit filloi të hetojë të kaluarën e tij për të zbuluar motivin e ngjarjes. Sipas grupit hetimor, vrasja e tij lidhej me një hakmarrje për një ngjarje të ndodhur në vitin 2006. Atëherë, në Atikën Perëndimore, Jani Alia kishte goditur me thik për vdekje një djalë të quajtur E Ballazhiu, 20 vjeç, nga Zhapokika e Memaliet, shok fëmijërie i Elton Çiçës. 2 të rinjt ishin rritur bashkë në Tepelenë dhe Çiça kishte gëmgulur të zbulonte se kush i kishte vrarë mikun e tij. Sapo mori vesh që autori ishte nga i njëjti qytet dhe kishte emrin Jani Alia, ai dërgoi një mesazh në burg, duke i premtuar se do të hakmerrej. Në atë kohë, Alia ishte në paraburgim në Greqi. Rreth 3 vite më pas, edhe Elton Çiça arrestohet në Greqi dhe të dy ndodhen në burgun e Korydallos. Alia i dënuar me 18 vjet për vrasje, Çiça me 5 vjet për drogë. Aty ndodhi dhe përplasja e tyre e parë fizike, ku Çiça plagosi me thik Alin gjatë kohës së ajrimit. Pak javë më vonë, Alia lirohet me leje pas 10 vjetësh burg, por nuk kthehet më dhe shpallet në kërkim. Më pas lirohet edhe Çiça, dhe prej asaj kohe nisin atentatet. Ngjarjet nuk mbaruan aty. Në vitin 2015 prindërit e Elton Çiçës u grabitën dhe u dhënuan në Tepelenë. Çiça mori hak vet. Një nga autorët u vra 2 muaj më vonë. Një tjetër i shpëtoi një atentati me eksploziv dhe i treti u ekzekutua pas 6 vitesh, një ngjarje që zyrtarisht nuk u lidh kurrë me Çiçën. Mbrëmjen e 30 marsit 2015, një grup personash grabiten me armë shtëpinë e prindërve të Elton Çiçës, Naim dhe Antonela Çiça, në qytetin e Tepelenës. Sipas dosjes së prokurorisë së Gjirokastrës, grabitësit të maskuar
hynë në banesë dhe pasi u shtruan dhunë ndaj dy të moshuarve, u morën atyre 5.000 euro dhe u larguan. Nga hetimet rezultoi se grabitjen e kishte kryer Robert Rama, Ervisi Meri, si dhe Sokol dhe Arben Jella. Dosja theksonte se Ervisi Meri ishte personi që kishte dieni për parat në shtëpinë e familjes Çiça. Gjatë hetimeve u zbulua se ishte pikërisht Ervisi Meri ai që kishte marrë nga Tirana për në Tepelen një prej autorëve të grabitjes, Robert Ramën, për të parë nga afër banesën ku do të kryhej vjedhja. I Meri ishte në dieni të plot për shumën e madhe të parave që kishte në dispozicion Elton Çiça, i cili përveç pasurive të tjera kishte dhënë edhe hua të mëdha, përfshirë edhe vjerit të tij, një ndërtues i njohur. 4 vite më pas, më 22 janar 2019, policia arrestoi një tjetër të dyshuar për këtë ngjarje, Erigers Mihasin, i cili u ndalua në zonën e Yrshekut në Tiranë. Gjatë operacionit të koduar Yrshek u kap 30 vjeçari Mihasi, për të cilin kishte urdhër ndalimi nga prokuroria e Gjirokastrës, pasi dyshoi për pjesëmarrje në grabitjen me armë të shtëpisë së Naim Çiçës më 30 mars 2015. Në dosjen e prokurorisë thuhej se Mihasi u lidh në këtë ngjarje pas vrasjes së ndodhur në 4 tetor 2018 në Ish Bllok, ku u vra Fabian Gaxha dhe u plagos Ervis Martinaj dhe Eldion Hato. Mihasi u paraqit në spitalin e traumës për të marrë informacion për miqtë e tij të plagosur dhe viktimën, të cilin e kishte mik. Aty policia e shoqëroi dhe mori gjurmët e gishtrinjve të tij. Analiza daktiloskopike tregoi se një paket cigaresh e gjetur në makinën e përdorur nga autorët e grabitjes në Tepelen kishte gjurmët e gishtave të Mihasit. Megjithatë, kjo provë nuk mjaftoi për prokurorin në çështjes, i cili 6 muaj pas arrestimit kërkoi lirimin e tij. Në korrik të 2019-s, gjykata pranoi kërkesën për të zëvendësuar masën arrest me burg me detyrim paraqitje pranë policisë gjyqësore. Pavarësisht të lirimit, hetimet ndaj Mihasit vijuan në gjendje të lirë për akuzat, vjedhje me armë në bashkëpunim, plagosje të rëndë me dashje në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje e municioneve luftarake. Në mars të vitit 2021, prokuroria vendosi të pushojë hetimet ndaj shtetasit Mihasi, i cili për një kohë të gjatë kishte qenë subjekt i një hetimi të ndërlikuar për përfshirjen e veprimtari kriminale. Megjithatë, vetëm disa muaj më pas, më 13 nëntor të po atij viti, Mihasi u vra në mënyrë të dhunshme në zonën e njohur si Astiri në Tiranë. Ai u ekzekutua së bashku me mikun e tij Armando Dumanin në një atentat që mbetet ende pa autor. Megjithse kjo vrasje nuk është e lidhur zyrtarisht me grabitjen e ndodhur në vitin 2015 në Tepelen, prokuroria e trajtoi ngjarjen si pjesë e përplasjeve të ashpra mes grupit të Ervis Martinajt dhe kundërshtarëve të tij, duke qenë se Mihasi konsiderohej një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Martinajt. Pak kohë pas grabitjes së prindërve të Elton Çiçës në Tepelen, një tjetër ngjarje tronditëse ndodhi në Durrës. Më 9 qershor 2015 Robert Rama, një 31 vjeçar nga Laçi që banonte në Tiranë dhe kishte filluar të përdorte identitetin e ri Ledion Hyska, u ekzekutua në një lokal në zonën e Ishkënetës. Ai ishte në shoqërinë e 2 personave të tjerë, të cilët mbetën të plagosur gjatë atentatit. Sipas dëshmive, 2 autorët zbresin nga një motor, nxjerrin armët nga çanta dhe qëllojnë për vdekje Ramën. Vrasja ndodhi rreth orës 20 në një zonë të populluar, ku fatmirësisht të tjerët arritën të shpëtonin plumbarve, por pa mundur të identifikonin autorët. Qytetarët që ndodheshin në vend ngjarje tentuan të japin ndihmën e parë dhe e dërguan Ramën në spitalin e Durrësit, por ai kishte marrë një plumb në kokë dhe ndroi jetë në vend. Policia ngriti disa pista hetimi, kryesisht të lidhura me përfshirjen e tij në grabitjen e vitit 2015, por edhe kjo vrasje, si shumë të tjera, mbeti për një kohë të gjatë pa autor të identifikuar. Ndërkohë, më 4 maj të vitit 2015, një tjetër person i dyshuar për të njëjtën grabitje, Ervisi Meri, i mbijetoi një atentati me eksploziv në zonën e kombinatit në Tiranë. Por fatkeqësisht për të më 8 dhjetor të po atij viti, u përball sërish me një atentat tjetër, përsëri me eksploziv, teksa ndodhej në makinë bashkë me vëllain e tij Eltoni Meri. Ky i fundit mbeti i plagosur rënd dhe pësoi gjymtime nga shpërthimi. Pas këtyre ngjarjeve, Eltoni Meri deklaroi publikisht se as ai dhe as vëllai i tij nuk kishin asnjë lidhje me vrasjen e Elton Çiçës.
Ai përjashtoi gjithashtu edhe përfshirjen e Ervisit në grabitin e prindërve të Çiçës, duke theksuar se vëllai i tij kishte marrë pjesë vetëm si transportues i personave të armatosur, pa që në dieni të qëllimit të tyre. Për më tepër, ai tregoi se Ervisi ishte kërcënuar nga grabitësit që të mos tregonte identitetin e tyre, një identitet që nuk e njihte, pasi autorët kishin mbajtur maska gjatë gjithë kohës. Një tjetër episod i dhunshëm ndodhi më 10 janar 2016, kur dyshohet se Elton Çiça tentoi të organizonte një atentat ndaj Jani Alis pranë një qendre tregtare në rrugën e Kavajës në Tiranë. Edhe pse objektivi i ngjarjes shpëtoi pa lëndime serioze, një kalimtar i rastësishëm u plagos lehtë nga copëzat e xhamit. Autori i atentatit u largua menjëherë bashkë me bashkëpunëtorët e tij, ndërsa policia gjeti në vend ngjarje 5 gëzhoja të një arme TT dhe dëshmi të tjera që tregonin për një atentat të mirë planifikuar. Kamera e sigurisë filmoi skenën, por nuk arriti të identifikojë fytyrën e autorit. Vetëm disa muaj më vonë, më 25 prill 2016, një tjetër atentat dyshohet se u organizua nga Elton Çiça, kësaj herë në Gjirokastër, përsëri kundër Jani Alis. Alia u plagos lehtë në dorë, por zgjodhi të mos raportojë ngjarjen në polici. Rreth orës 23:30, ai po udhëtonte me makinën e mikut të tij në afërsi të urës së lumit, kur atentatorët tentuan ta vrisnin. Edhe kjo ngjarje mbeti pa të dënuar. Pas 2 atentateve të dështuara ndaj tij, Jani Alia duket se vendosi të veprojë vetë. Më 1 maj të vitit 2016 ai organizoi dhe realizoi një atentat të suksesshëm ndaj Elton Çiçës në një lokal pranë stadiumit Dinamo në Tiranë. Viktima, 36 vjeçari nga Tepelena, u qëllua me 2 plumba teksa ndodhej në një tavolinë me 3 persona të tjerë. Pamjet filmike të siguruara nga kamerat e lokalit treguan qartë lëvizjen e autorit, i cili i veshur sportiv dhe me një kapele të bardhë, hyri në lokal në orën 22:15 duke u shtirur si klient. Ai u afrua tavolinës ku ndodhej Çiça, e thirrri me emër dhe më pas që e qelloi 2 herë me pistolet, duke u larguar qetësisht nga vendi i ngjarjes. Autori për një moment ktheu kokën drejt viktimës për t'u siguruar se kishte përfunduar atë që kishte ardhur për të bërë. Pas një periudhe hetimesh intensive dhe përpjekjesh të vazhdueshme nga strukturat e rendit, vrasja e bujshme e Elton Çiçës e ndodhur më 1 maj 2016 në lokalin De Niro në Tiranë, nisi të marrë formë ligjore dhe të zbardhet në mënyrë të detajuar. 3 javë pas atentatit që tronditi opinionin publik, policia e Tiranës arriti të identifikoi 2 autorët e dyshuar. Jani Alia, i konsideruar si ekzekutori kryesor, dhe Renato Miloshi, i dyshuar si bashkëpunëtor në organizimin dhe realizimin e krimit. Zyrtarët e policisë deklaruan se personat në fjalë ishin shpallur në kërkim dhe përbënin një rrezik serioz për sigurinë publike. Hetimet u zhvillua në bashkëpunim me strukturave të Drejtorisë së Policisë së Tiranës, Drejtorisë së Përgjithshme dhe Prokurorisë, duke rezultuar në mbledhjen e një sër provash të vlefshme që ndihmuan në dokumentimin ligjor të ngjarjes. Gjykata e Tiranës caktoi ndaj Jani Alisë dhe Renato Miloshi të masën e sigurisë arrest në burg në mungesë për akuzën e vrasjes së kryer në bashkëpunim. Provat më të rëndësishme u siguruan përmes kthyrjes së kamerave të sigurisë në lokalin ku ndodhi ngjarja. Një nga kamerat fiksoi momentin kur Jani Alia, i kamufluar me paruke të zezë dhe kapele të bardhë, zbriti nga automjeti tip Ford Focus me ngjyrë të zezë me targa AA 56 NZ, e makina kishte ardhur nga një drejtim i stadiumit Selman Stermasi dhe ndaloi para lokalit. Nga sedilja e pasme doli autori i dyshuar, i cili hyri në lokal, kreu vrasjen dhe më pas u largua në këmbë në drejtim të shkollës 11 janari. Ai u zhduk mes rrugicave pranë urgjencës së Tiranës, ku besohet se e priste po e njëjta makinë e drejtuar nga Renato Miloshi. Nga verifikimet rezultoi se automjeti në fjalë ishte bler nga Miloshi vetëm 2 ditë para vrasjes. Ndërkohë, policia kishte dyshime se në ngjarje ishte përfshirë edhe një person tjetër, miku i Jani Alis, Nelgert Pata, i cili nuk u shoqërua asnjëherë, madje as për të marrë në pyetje. Në përpjekje për të ndaluar autorët e dyshuar, policia dhe forcat speciale RNA organizuan disa operacione në zonën e Tepelenës dhe Gjirokastrës, por pa sukses. Megjithatë, në shkurt të vitit 2017 Renato Miloshi u vetëdorëzua në policinë e Tiranës. Në dëshminë e tij, ai mohoi çdo përfshirje në vrasje dhe deklaroi se nuk kishte pasur dieni për planin kriminal të Alis.
Sipas tij, ai kishte shoqëruar mikun e tij me makinë, por nuk e dinte pse ai kishte shkuar në atë lokal. Miloshi u dënua nga gjykata e Tiranës në gusht të po atij viti me 8 muaj burg, por vetëm për moskallëzim krimi, pasi akuzat për bashkëpunimin në vrasje nuk u provuan. Ndërkohë, gjyqi për Jani Alin vazhdoi në mungesë të tij dhe në 1 maj të vitit të 2018 ai u dënua me burgim të përjetshëm. Në dosjen e prokurorisë thuhet se vrasja ishte zbardhur në mënyrë të plotë dhe se disa nga provat e krimit ishin gjetur në një automjet tip BMW X6, si edhe në një banesë me qira në Tiranë ku qëndronte e dashura e tij. Megjithatë, Alia vijoi Aratin dhe për më shumë se 8 vite i shpëtoi përballjes me drejtësinë shqiptare. Në fund të vitit 2024, autoritetet shqiptare arritën në fund të vënë në pranga këtë shumë kërkuarin. Në 31 dhjetor 2024 në Athinë u finalizua operacioni i goduar In Time, një aksion ndërkombëtar në bashkëpunim me policinë greke dhe Interpolin. Pas një pune të gjatë hetimore dhe gjurmuese, u identifikua vendodhja e Jani Alis, i cili fshihej në kryeqytetin grek. Policia greke ndërhyri pas një kontrolli rutinë në rrugë, kur patrullat e zonës së vunë re një sjellje të dyshimit nga një person që paraqitej me emrin Aleksandr Kreshnit, i ditëlindjes 1976. Gjatë verifikimit të dhënave doli se ai mbante identitet të falsifikuar dhe ishte në të vërtetë Jani Alia, i arratisur nga një burg grek që prej 1 qershori 2015. Ndaj tij rëndonin 2 njoftime të kuqe ndërkombëtare për vrasje të kryera në Shqipëri në tetor të vitit 2015 dhe në maj 2016. Pas arrestimit, autoritetet greke e transferuan Alin në paraburgim dhe nisën menjëherë procedurat për ekstradimin e tij në Shqipëri. Sipas njoftimit zyrtar të policisë greke, ai ishte proceduar gjithashtu në Greqi për vepra të tjera penale, përfshirë vrasje nga pakujdesia dhe shkelje të ligjeve për armët që i kishte kryer në rajonet e Atikës perëndimore në vitin 2006. Pas më shumë se 8 vitesh ndjekje të pandërprerë, hetime të ndërlikuara dhe bashkëpunimi të ngushtë ndërkombëtar, drejtësia më në fund vendosi të mbyllë një kapitull të gjatë të një prej çështjeve më të përfolura kriminale në Shqipëri. Hapja e Jani Alis më 31 dhjetor 2024 në Athinë shënon një sukses të rëndësishëm të policisë shqiptare dhe asaj greke, në kuadër të luftës së krimit të organizuar dhe ndërshkimit të personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Alia, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare, ishte shpallur në kërkim për vrasjen e bujshme të Elton Çiçës në vitin 2016, për të cilën ishte dënuar me burgim të përjetshëm në mungesë. Por ky i fundit nuk kishte rasti vetëm për të cilin ai kërkoi. Rezultoi se ai kishte edhe 2 vite burgim për të vuajtur në Greqi, për një vrasje të kryer në vitin 2006, të cilën autoritetet greke e kanë cilësuar si vrasje nga pakujdesia ndaj një bashkëatdetarit të tij. Ndërkohë që hetimet për vrasjen e Elton Çiçës po vijonin dhe Jani Alia ndodhej në Arati, një tjetër emër që lidhej me këtë çështje, Nelgert Pata, miki i ngushtë i Alisët dhe gjithashtu i dyshuar për përfshirje në këtë vrasje, u ekzekutua në mënyrë mafioze më 20 nëntor të vitit 2016 në Fier. Ai u qellua për vdekje nga persona ende të paidentifikuar, në një atentat që dyshohet të ishte planifikuar për të paktën 1 muaj. Edhe 3 ditë para vrasjes, autorët dyshohet se e kishin ndjekur Patën në Tiranë, duke përgjuar çdo lëvizje të tij, me qëllim që këtë herë të mos gabonin siç kishte ndodhur më herët kur, megjithse u qellua me snajper, Pata arriti të shpëtonte vetëm me një gërvishtje në vesh. Atentati i parë ndaj tij ndodhi më 21 gusht 2016 në zonën e pallateve Deliorgji në Tiranë, pikërisht në të njëjtin lokal ku 3 ditë para vrasjes së tij kishte qenë sërish i pranishëm. Pas plagosjes në atë atentat, ai ishte larguar nga Tirana dhe ishte vendosur në Fier, ku kishte marrë me qira një dhomë hoteli për t'u strehuar. Megjithatë, lëvizjet e tij nuk kishin kaluar pa vënë re. Më 17 nëntor, vetëm 3 ditë para vrasjes, ai kishte njoftuar policinë se po ndiqej nga persona të dyshim, duke u treguar vendodhjen e tij. Por kur shërbimet e policisë mbërritën në vend, Pata dhe personat që ai raportoi si të dyshimt ishin zhdukur. E njëjta situatë ishte përsëritur edhe më parë në Fier, ku Pata kishte përdorur një taktikë të ngjashme për të tërhequr vëmendjen e policisë, por pa dhënë asnjë rezultat konkret. I vetëdijshëm për rrezikun që i kanosej, ai përdorte rregullisht një makinë të blinduar me xhama të zinj e pajisur me targa të vjedhura. Por në ditën fatale, automjeti ishte i lënë i parkuar në hotelin ku ai qëndronte. Në mjetin tip Benz S-Class
që u gjet në vendngjarje, ndodheshin 2 arma automatike model 56 kalibër 7.62 mm, si dhe një shishe benzinë. Policia konfirmoi se makina ishte në pronësi të viktimës, për shkak se çelësi i saj ishte gjetur në çantën personale të Patës. Më herët, Pata e kishte përdorur këtë automjet edhe gjatë atentatit të gushtit 2016 në Tiranë, por atëherë me targa ruse, të cilat më vonë ishin ndryshuar. Nelgert Pata kishte një të kaluar të mbushur me probleme ligjore. Në vitin 2009, së bashku me të atin Astrid Patën, ishte dënuar nga gjykata e lartë me 8 vite burg dhe 3 milion lek gjob për trafikim të 2 vajzave, me qëllim shfrytëzimin e tyre për prostitucion në Norvegji. Ata e kishin vuajtur dënimin dhe kishin dalë nga burgu, por përfshirja në rrjete kriminale dukej se kishte vazhduar. Në momentin e atentatit në Fier, së bashku me Patën ndodhej dhe Ari Alinani, 38 vjeç nga Delvina, i cili drejtonte mjetin dhe mbeti i plagosur. Ai deklaroi se njihte Patën prej vetëm 3 ditësh, por hetimet zbuluan se kishte gënyer. Sipas të dhënave nga policia, automjeti që përdorej nga Alinani ishte dhuruar nga vetë viktima. Po ashtu, tabulantët telefonike dëshmuan për një komunikim të vazhdueshëm mes tyre. Megjithatë, Alinani nuk pranoi të bashkëpunonte me autoritetet dhe nuk dha asnjë informacion që të ndihmonte në zbardhjen e vrasjes, duke u arrestuar për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Kjo seri ngjarjesh dëshmon për një përplasje të gjatë dhe të përgjakshme mes grupeve kriminale rivale që vinin kryesisht nga zona e Tepelenës. Konfliktet mes palëve, ku përfshiheshin figura të njohura si Elton Çiça, Jani Alia dhe shokut e tyre, rezultuan në një sër atentatesh, plagosjesh, vrasje dhe duke nxjerrë në pa një realitet të errët të krimit të organizuar në vend, ku rrallë herë ndëshkimi ka qenë menjëhershëm, por asnjëherë i pamundur. Ari Alinana i shihej nga autoritetet si një figurë kyçe në zbardhjen e ngjarjeve të përgjakshme që kishin tronditur zonën e Tepelenës, Fierit dhe Tiranës, dhe sidomos si një dëshmitar potencial për atentatin ku u vran Nelgert Pata. Ai konsiderohej jo vetëm si person me njohje të thella mbi konfliktet mes grupeve rivale, por edhe si pjesë aktive në këto përplasje të armatosura. Dyshimet e policisë lidheshin edhe me një tjetër ngjarje të rëndë kriminale, plagosjen me 3 plumba të Andi Mustafarajt në gusht të vitit 2016, e ndodhur në një lokal pranë ish ekspozitës në Tiranë. Mustafaraj njihej si një nga shokët më të afërt të Elton Çiçës, dhe atentati ndaj tij u konsiderua nga hetuesit si pjesë e së njëjtës spirale gjakmarrjeje. Ngjashmëria fizike mes Alinanit dhe autorit të filmuar nga kamerat e sigurisë në vendngjarje bëri që policia e Tiranës të identifikonte atë si një nga personat e dyshuar kryesor për atentatin ndaj Mustafarajit. Megjithatë, Alinani ka mohuar në çdo moment përfshirjen e tij në ngjarje, duke i quajtur akuzat të pabazuara. Pavarësisht mohimeve të tij, strukturat e hetimit vijuan analizën e lidhjeve të tij me ngjarjet kriminale të ndodhura në seri, duke i kaluar dosjet në fjalë në kompetencë të prokurorisë së krimeve të rënda. Dosja u trajtua në kuadër të akuzave për pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal, vrasje dhe armbajtje e paleje, një listë akuzash që përbënte një nga çështjet më të ngarkuara dhe më komplekse të asaj periudhe. Ndërkohë që tensionet mes grupeve kriminale vijonin të përvijonin kufit e tyre mes qytetarëve, hakmarrja për vrasjen e Elton Çiçës nuk ishte mbyllur ende, edhe pse ai ishte ekzekutuar një vit më parë. Në orët e para të mëngjesit të 17 nëntorit 2017, shtëpia e familjes Çiça në Tepelen u bë shënjestër e një sulmi të armatosur. Rreth orës 3:20, babai i viktimës Naim Çiça dëgjoi zhurma të dyshimta në oborrin e banesës dhe njoftoi menjëherë policinë. Ndërkohë që forcat e rendit ishin në lëvizje, autorët, të paktën 3 persona të maskuar dhe të paidentifikuar, hapën zjarr sapo kuptuan se ishin diktuar nga i zoti i shtëpisë. Sulmi ishte i shpejtë dhe i mistershëm, dhe pavarësisht hetimeve të mëvonshme, nuk u përcaktua me saktësi nëse sulmi ishte një tentativë për grabitje, siç kishte ndodhur edhe më parë në atë zonë, apo një formë presioni dhe kërcënimi e drejt për drejt ndaj familjes së të ndjerit. Kjo ngjarje u pa si një augur i zymt për vijimin e ciklit të hakmarrjes, por njëkohësisht edhe si një shenjë që kjo zinxhir ngjarjesh të dhunshme po shuhej. Me Elton Çiçën dhe Nelgert Patën tashmë të vrarë dhe figura të tjera anësore të eliminuar ose nën hetim, një prej emrave të fundit që ende i shpëtonte drejtësisë ishte Jani Alia. Ai përfaqësonte hallkën e fundit të gjallë të këtij konflikti të përgjakshëm që për vite me radhë kishte mbajtur në ankth jo vetëm opinionin publik, por edhe strukturat më të larta të sigurisë.
tashmë që edhe ai është kapur dhe është në pritje të ekstradimit për të vuajtur dënimin me burgim të përjetshëm, duket se saga kriminale e Tepelenës po shkon drejt një mbyllje të vonuar, por të pashmangshme. Por përveç dënimit me burgim të përjetshëm për vrasjen e Elton Çiçës, për Jani Alin tashmë ka nisur edhe një tjetër proces në mungesë në gjykatën e posaçme. Alia do të përballet në Shqipëri edhe me një tjetër proces ku është i dyshuar për vrasje në tentativë dhe trafik droge. Bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur 10 vite më parë në fshatin Frashër të Përmetit, ku gjatë një tentative për grabitjen e 100 kg kanabis, mbeti i plagosur një person dhe drejtësia në Shqipëri e konsideron ato të kryer nga një grup kriminal. Çështja u hetua nga prokuroria e Përmetit që mori të pandehur disa persona mes të cilëve edhe Jani Alin, si personin që kishte porositur sasinë e lëndës narkotike për të blerë dhe më pas organizuar grabitjen e saj. Por apeli i përgjithshëm në Tiranë që mori në shqyrtim këtë dosje nga gjykata e Përmetit, vendosi rigjykimin e saj dhe dërgimin në gjykatën e posaçme për shkak të kompetencës që ky e fundit ka në gjykimin e grupeve kriminale. Sipas vendimit të gjykatës së Përmetit, rezulton se shtetasi Enea Koçia në datën 5 tetor 2015, pasi ka komunikuar me Altin Merdanin, ka marrë automjetin e tij dhe fillimisht ka shkuar në një karburant në Gjirokastër ku është takuar me Stefan Gjokën në orët e vona të natës. Pasi janë organizuar me 3 automjete, bashkë me Jani Alin dhe Marion Dreun, i cili njihet edhe me emrin Arsen, janë armatosur me armë luftarake. Janë nisur në drejtim të fshatit Frashër të Përmetit me qëllim për të grabitur një sasi prej 100 kg lëndë narkotike. Kjo sasi droge po sillej nga fshati Nikolari Skraparit, nga vëllezërit Ilirian, Fatëri dhe Gazmor Ibro. Këta të fundit ishin organizuar në drejtim dhe organizimin e Altin Merdar. Por nga ana tjetër ai kishte përgatitur grabitjen e 100 kg kanabis bashkë me Enea Koçin, Marion Dreun, Stefan Gjokën, Jani Alin dhe Roland Patën, që janë nisur nga Gjirokastra ditën e ngjarjes. Konkretisht ata do të shkonin drejt fshatit Frashër, në vendin e quajtur Hangari Gostomickës. Jani Alia, bashkë me 4 persona të tjerë kanë dalë jashtë automjeteve të armatosur dhe kanë pritur palën tjetër që të sillnin lëndën narkotike. Rezulton se në fshatin Vreqisht do të bëjë shkëmbimi lëndës narkotike kundrejt 1000 euro për kilogram dhe do të blihej nga të njohurit e Altin Merdanit. Pas një udhëtimi për rreth 1 orë në këmbë, rreth orës 3 ose 4 të mëngjesit, në vendin ku i prisnin Enea Koçia e të tjerë, kanë bërritur vëllezërit Ilirian dhe Fatëri Ibro në një lëndin te Hangari Gostimickës. Në këtë vend i prisnin grupi tjetër, ku ishte edhe Jani Alia, të cilët për të shkuar në vendin e ngjarjes kanë përdorur 5 automjete të dhëna nga Elton Abazaj dhe Eduard Sallak. Në momentin që janë afruar 5 persona që po transportonin lëndën narkotike me mushka, u është bërë thirrje që të ndalojnë në një largësi 5 deri në 10 metra nga 2 automjetet, në të cilat ishin 5 persona, armatosur me armë luftarake. Stefan Gjoka kishte një automatik, Jani Alia një pistolet, Enea Koçia një automatik dhe Marion Dreu po ashtu një automatik. Ata kanë hapur zjarr me 3 armë të ndryshme, 2 automatik dhe një pistolet në drejtim të Gazmor Ibros dhe një nga gëzhojat e armës së llojit automatik ka rënë në sëndiljen e pasme të automjetit që drejtohej nga Enea Koçia dhe bashkë me të ndodhej edhe Stefan Gjoka e Marion Dreu. Ndërsa një nga predhat ka goditur Gazmor Ibro në shpinë duke rrezikuar seriozisht jetën e tij. Më pas, autorët kanë marrë gjithë lëndën narkotike dhe kanë ngarkuar në një prej automjeteve të tyre dhe janë larguar. Por kjo makinë, për shkak të defektit të shkaktuar si pasojë terrenit të vështirë, nuk ka mundur të lëvizë. Pasi janë larguar të pestë me 2 automjetet e tjera, janë kthyer pas rreth 10 minutash me një tjetër makinë dhe kanë lidhur me kavo makinën që kishte ngarkuar kanabisin. Në këto momente ata janë afruar pranë të plagosurit Gazmor Ibro dhe pas tyre janë afruar edhe 2 vëllezërit e tij e 2 persona të tjerë, banorë të fshatit të Vreqisht, që po i vinin në ndihmë të plagosurve. Në këtë moment, ata kanë marrë të plagosurit dhe janë larguar, por edhe njëra nga makinat e tyre ka pësuar defekt, duke u çarë edhe gomat e përpasoj nuk kanë arritur të kalojnë përrojnë e fshatit Frashër. Në këtë moment, Altin Merdani, Jani Alia dhe Pajtim Shyti kanë shkuar për të kërkuar ndihmë në fshatin Frashër për automjet me qëllim për të transportuar Gazmor Ibron. Pasi kanë gjetur një automjet frustrat pronë një personi që ndodhej në fshat, kanë hipur të 3 dhe kanë zbritur poshtë. Automjeti ka marrë të plagosurin dhe bashkë me të kanë hipur edhe vëllai i tij Altin Merdani.
ndërsa personat e tjerë, bashkë me Jani Alin, pasi kanë hequr lëndën narkotike nga automjetet e tyre, e kanë fshehur në një largësi afro 80 metra nga vendi ku ishin mbetur në rrugë. Ndërsa Erland Pata, bashkë me një nga të dyshuarit, kanë mbetur të kalojnë me automjetin e tyre për roj, por duke dëmtuar plotësisht 4 gomat. Ashtu kanë udhëtuar deri në afërsi të fshatit Pagrit, ku dhe Erland Pata është arrestuar në flagrancë, ndërsa personi tjetër që ndodhej me të, Stefan Gjoka, ka mundur të dalë nga sedilja e parë e pasagjerit dhe u ka ikur me vrap forcave të policisë. Fatri Ibro dhe Gazmor Ibro kanë hipur në helikopterin e ardhur për të ndihmuar të plagosurit dhe janë larguar për në spitalin e traumës në Tiranë, ku është kryer ndalimi i të plagosurit Gazmor Ibro. Ndërsa për të vëllain, Ilirian Ibro, nuk është bërë i mundur ndalimi, pasi me njëherë sapo ka dërguar Gazmori në spital është larguar. Nga ana tjetër, Altin Merdani ka qëndruar në fshatin Frashër dhe është arrestuar në flagrancë në datën 6 tetor 2015. Pajtim shtytjes së bashku me të dyshuarit e tjerë Jani Alin, Mario Ndreu dhe Enea Koçia kanë qëndruar të fshehur në një largësi të sigurt, në vendin ku kanë ngesur 2 automjetet duke parë për dhe vëzhguar veprimet e policisë. Madje, pajtim shyti ka mbajtur në kontakt dhe ka biseduar me personat e tjerë për gjithë lëvizjet që bënin shërbimet e policisë në vend ngjarje. Më pas, shyti është larguar nga vendi i ngjarjes drejt fshatrave të Skraparit, duke i kthyer dhe telefonin një dëshmitari, të cilin ja kishin marrë në orët e para të mëngjesit me qëllim për të mos njoftuar policinë. Ndërsa Jani Alia dhe 2 personat e tjerë largohen në drejtim të paditur nga vendi i ngjarjes. Gjykata e Përmetit ka konkluduar se Jani Alia ka konsumuar plotësisht elementet e veprës penale të prodhimit dhe shitje narkotikëve dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Ndërsa sipas gjykatës është i pafajshëm për veprën penale vrasje me dashje në lidhje me një krim tjetër në bashkëpunim mbetur në tentativë. Në përfundim ai është dënuar me 15 vite burgim, ndërsa të bashkëpandehurin në Mario Ndreu, gjykata e Përmetit e ka cilësuar të pafajshëm. Me arsyetimin se ka bazuar në provat e organit të akuzës, nuk krijohet bindje se ai së paku ka qenë në vend ngjarje dhe ka kryer veprat për të cilat akuzohet. Por vendimi është ankimuar nga prokuroria, që ka kundërshtuar vendimin për Jani Alin, duke kërkuar deklarimin e tij fajtor dhe për vrasje të mbetur në tentativë. Gjykata e Apelit, duke shqyrtuar në themel faktet që i arbitrohen të pandehurve Jani Alis e Mario Ndreu, në raport me aktin e njoftimit të akuzës dhe kërkesës për dërgimin e çështjes në gjyq të prokurorit, vlerësoi se në rastin konkret, faktet penale që i atribuohen të pandehurve janë kryer jo rastësisht apo në bazë të një marrëveshje bashkëpunimi të atëqastshëm. Në analizë të fakteve, rrethanave dhe provave të marra të verifikuara në këtë gjykim, Kolegji i Gjykatës së Apelit arriti në një konkluzion të ndryshëm në lidhje me formën e bashkëpunimit, duke çmuar se të bashkëpandehurit në këtë procedim penal kanë bashkëvepruar mes tyre në formën e grupit të strukturuar kriminal, duke parashtruar edhe shumë rrethana dhe fakte të tjera. Në 17 shtator të vitit 2024, Gjykata e Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshëm vendosi prishjen e vendimit të datës 7 nëntor 2022 të Gjykatës së Përmetit dhe dërgimin e çështjes në gjykatën kompetente nga pikpamja lëndore, pra në gjykatën e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Tashmë hetimet janë mbyllur dhe çështja ka kaluar në gjykim, ku seanca e parë do të zhvillohet gjatë muajit prill. Pra, duket se Jani Alia përveç dënimit me burgim të përjetshëm për vrasjen e Elton Çiçës, krim që tronditi opinionin publik dhe vendosi në listën e më të kërkuarve ndërkombëtar, do të përballet edhe me akuza të tjera të rënda. Megjithatë, përpara se të jap llogari për gjakun e derdhur në Shqipëri, ai duhet të mbyll hesapet e hapura me drejtësinë greke, ku e pret edhe një dënim prej 2 vitesh burgim për një tjetër vrasje, ato të vitit 2006. Zvarritja e identifikimit të tij si autori i ngjarjes së 5 tetorit 2015 dhe më pas mos arrestimi në kohë, hapën një zinxhir tragjedish që mund të ishin shmangur. Çdo ditë në Arati ishte një ditë e re për hakmarrje, për atentate, për gjak dhe dhimbje. Ai mbeti i paarritshëm, i padukshëm, një fantazm që ndoshta vetëm vonesa e drejtësisë ia dha këtë fuqi të heshtur, që prej vitit 2016 ndonse përplasjet ndërmjet grupeve rivale të Tepelenës u shuan. Kjo nuk ndodhi nga ndonjë pajtim apo ndërhyrje e fortë e shtetit, por nga heshtja që solli vdekja. 2 nga figurat kyçe nuk janë më neje, dhe i treti, Jani Alia, i kamufluar, i transformuar deri në palës,
vijoi jetën mes krimit dhe arratisë larg syve të drejtësisë. Arritja e arrestimit të tij në 31 dhjetor 2024 në Athinë është një shenjë se si rrjeti i pandërshkueshmërisë nuk është më aq i pathyeshëm sa dikur, por gjithçka është ende në pikpyetje. Ekstradimi i tij drejt Shqipërisë pritet me ankth, jo vetëm nga ata që kërkojnë drejtësi, por edhe nga ata që i druhen ndonjë vendimi tjetër të butë nga gjykatat e huaja, sepse përmes labirinteve të ligjit dhe manovrave të sofistikuara, jo pak emra të rrezikshëm kanë arritur të shpëtojnë nga zinxhirët e drejtësisë shqiptare. Edhe Jani Alia e nisi këtë lojë, provoi të bindë gjyqtarit grek, tentoi të mbijetojë si shumë të tjerë, por pyetja që mbetet pezull është kjo: a do të jetë edhe ai një tjetër kapitull i pambaruar në dosjen e krimeve që s'u ndeshkuan kurrë, apo më në fund do të vijë dita kur drejtësia do të jetë më e fortë se frika, më shpejt se arratia dhe më e vendosur se vetë hakmarrja?